Ma herët është thonë, mos fillo me ngron, pa bo bismillah. Ta është thëmë, mos fillo me ngron, pa e bo një foto. Nuk është me rëndësi unë t'jem mirë, me rëndësi është tjerët ta din se unë jam mirë, edhe nëse s'jam qaq mirë. Ka qenë pushim edhe është këthi, edhe ti se ke marrë vesh. As unë se ka marrë vesh, ky jeton për jetën e vetë, ose për familjen e vetë. Ndoshta ka bo foto, nuk i nxjerr. Ama një pjesë e njerëzve me shku në pushim mos me nxjerr, ai duket sikur s'ka shku, sikur ka të shkit pushimi. Ose ndoshta shkon edhe skalon mirë, ama fotot janë fotot më të mira. Brendia ndoshta është shumë më e dobët. Dhe kjo nuk është patjetër në pushim, kjo ndodh ndoshta të e pini kafe dikun, ose një raport me dikant, ose po njerë dëshirojnë me bë publike atë pjesën më të mirë. Shembull brenda 24 orëve, ndoshta më të mirat i ka 5 minuta. Që ato mi bo foto mi nxjerr, edhe mi u tregu tjerëve që sa prej njerëzve sot kanë probleme, mandej lipin rukje, lipin zgjidhje në rregull, ti e ki fajin vet. Po ti e ki fajin vet, po pse unë? Po ti ke nxit me njerëz me xhelozu.